ka qenë Isa Mustafa me Beran Stabilitën që kanë marrë vendimi për liberalizimin e tregut të energjisë. Qyshe keni bre zakon më kopte qëto ocanet historike të partive politike? Shmërisi, ju keni marrë atë vendim për liberalizimin e tregut të energjisë. Kjo është e vërtetë. E para është ka kritika sa i përket mënyrës së liberalizimit të tregut të energjisë elektrike. Për cilin ky vendim është marrë në vitin 2016, kanë qenë qeverisë LDK-ja dhe PDK-ja. Afatet për liberalizimin kanë marrë këta gjatë vitit 2017-2019, e kanë parapash që gjithë liberalizimi i tregut të energjisë të ndodhë deri në vitin 2021. Unë pajtohem me këtë kritikë, ka qenë vendimi i pamenduar, mirë, i pakalibruar, rrezikimi i jashtëzakonshëm i sektorit privat dhe e kanë integruar po ashtu në ligjin për energji elektrike, i kanë integruar afatet dhe ishte pikërisht edhe gjykimi i Gjykatës Supreme që i anuloi pikërisht ato nene që këta i kanë kalu. Domethënë me vendimin e tyre të pamenduara, të pakalibruara, ka qenë Isa Mustafa me Beran Stabilitën që kanë marrë vendimi për liberalizimin e tregut të energjisë dhe kjo natyrisht që i ka vendosur biznesin në një pozitë të vështirë. Qyshe keni bre zakon më kopte qëto ocanet historike të partive politike? Është normal me bo ligjin, është tjetër sen me kalu sistemi në treg të lirë. Ju keni thonë vetë me raportin e ZRE-s edhe që është bo për në aprovim falë të ZRE-s për konkurrencë lirë, nuk ka pas konkurrencë lirë. Ku erdhët ju në vitin 2024 me thonë konkurrencë lirë? Tjetër është energjia, që thot ligji energjisë elektrike, tjetër është sa ju e kalën i sistemin, edhe sa për strategji, sa keni bo punë jo, në vitet e fundit, vetëm 24% të masave të strategjisë kombëtare për energji elektrike i keni plotësu. Dhe me thonë, 75% e keni që kohën katë të umohë me energji elektrike dhe me import. Më të aktive shti përgjigjesh me raporti konkurencës, kolegja po e referohet një raport të cilën ZRE kanë nxjerrur në fillim të vitit 2020 dhe ka konstatu, ishte po ashtu gjetje që ka filluar në vitin 2017, me gjithë ato gjetje të mungesë së konkurrueshmërisë, ju keni marrë atë vendim për liberalizimin e tregut të energjisë. Kjo është e vërteta. Dhe kur erdhëm ne në mars të vitit 2021, jeta gjara. Kur unë kam taku bizneset në atë kohë, bizneset kërkuan mirë kuptim që të shtyhet për një vit dhe ne kemi shtyp për 4 vjet. Deri atëherë kemi nxjerrë rregulloren për vetë konsum, në që bizneset ju mundsohet, kemi ofruar asistencë. Të gjitha këto më vjen keq, por këto janë vendime që kanë nxjerrë detyrime dhe cilat i keni marrë ju dhe duhet ballafaqoheni me